Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi në disa çështje tepër të rëndësishme dhe në pjesën e parë të kësaj hapësire do të ndalemi dhe do të flasim se rakon të gjitha zhvillimeve dhe asaj se çfarë është duke ndodhur në lindjen e mesme me të gjithë elementët përcaktues dhe me të gjithë ndërhyrjet e kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me sulme terrore të cilat u ndërmorën vetëm pak ditë më parë, me marrëveshjen e paqes e cila vijon të mbetet në fuqi, por këtë çështje do ta lidhim pikërisht edhe me ndikimin e saj në Shqipëri, duke patur parasysh historikun e sulmeve kibernetike dhe deklaratave të frikshme për një sulm të mundshëm të Iranit kundrejt Shqipërisë. Në pjesën e dytë të hapësirës do të ndalemi dhe do të diskutojmë se i takon aktualitetit politik në Shqipëri, procesit të rinumërimit të votave, atë se çfarë është duke ndodhur me Partinë Demokratike. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me ish-deputetin e Partisë Demokratike dhe aktualisht presidentin e Parlamentit Ndërkombëtar të kontinentit Evropian për sigurim, paqen dhe drejtësinë, zotin Zef Shtjefni. Zoti Shtjefni, ju përshëndes, faleminderit që jeni sot në Fox News. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi. Zoti Shtjefni, e nisim së bashku me zhvillimet në lindjen e mesme. Zhvillime të cilat kanë ndryshuar nga ora në orë, nga minuti në minutë. Është dashur një ndërhyrje fuqishme Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon për të siguruar një lloj paqeje të mundshme dhe një paqeje të qëndrueshme sipas asaj që duket deri në këto momente. Si keni parë ju të gjitha zhvillimet? Po, jo vetëm unë, po besoj çdo qytetar i përgjegjshëm e ka parë që bota po shkon drejt dhunës. Edhe unë kam bërë thirrje disa herë, jo vetëm thjesht për botën, por kam bërë thirrje më shumë për kontinentin evropian, që kanë qenë problemet Ukrainë-Rusi që vazhdojnë të jenë, problemet e Serbisë me Kosovën, pra këto konflikte ne kemi folë vazhdimisht, por sidomos tani e kam thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja duhet patjetër që këto të marrin botën në dorë, sepse ndërhyrja e Shtetet Bashkuara dhe presidentit të Shtetet Bashkuara Donald Trump, si me thonë, në fillim u duk si tragikomike, kështu duke si një histori, dhe me thonë, prallash, por që ajo ishte shumë dhe me thënëse, sepse bombardoi 3 herë, dhe me thonë, në pikat ku ata ishin, pretendoj që 3 bazat e tyre, për armë bërthamore, dhe me një herë pastaj, tha që nuk ka ma, tani ka paqe. Edhe uroj që të shkojnë drejt paqes. Megjithatë, edhe Irani e ka pranuar, pak a shumë Izraeli, edhe ai po, duke që presidenti i Shtetit Bashkuara ka pas drejt dhe ai sot është personi i vetëm që e ka kryer këtë veprim dhe që i ka detyruar palët që të frenojnë të luftë. Dhe shpresojmë që kjo punë të shkojë që të marrin fund, sepse nuk po flasim se kush ka të drejtë, po çështja se po vriten fëmijë, gra, njerëz të pafajshëm, edhe kush marr përgjegjësi për këtë punë. Do të thonë, nuk marr përgjegjësi askush. Kështu që Irani do të garantojnë që nuk mund të jetë fuqi bërthamore, as mund të ketë, nuk mund të prodhojë armë bërthamore. Izraeli duhet të shikojë tani problemet që ka me Gazën, me Palestinën, edhe atje do të ulen palët, sepse edhe atje është bërë një vrasje masive për cilën bota do të orientohet drejt paqes. Në qoftë se këta do vazhdojnë të orientojnë botën drejt paqes, shpresoj që edhe tek ne që jemi, po themi në Europë, dhe në Ballkanin Perëndimor që jemi, është edhe Shqipëria, edhe ne do kemi, do të thonë, proces, siç është për shembull Serbia me Kosovën, do të ketë shpresoj të fillojnë bisedimet, po kështu edhe Rusi, Ukrainë, edhe atje do të ndalohet lufta. Por kjo është shumë e rëndësishme që presidenti i Shtetit Bashkuara e ka një mendim që edhe me Rusinë, edhe me Ukrainë të merret shpejt, por edhe me Kosovën dhe Serbinë shpresojmë të merret shpejt. Të paktën që prej nisjes konfliktit ndërmjet Izraelit dhe Iranit u hapën shumë histori të ndryshme, të cilat e lidhnin pikërisht këtë konflikt edhe me vendin tonë.
Pse është lidhur Shqipëria me konfliktin Izrael-Iran? A u desh ky konflikt që ne t'i riktheheshim deklaratave të mëparshme të Iranit apo kërcënimeve të Iranit për Shqipërinë? Dhe sa ndikohet Shqipëria nga i gjithë ky konflikt? Nëse do të ishte i përshkallëzuar, do të kishim një tjetër zhvillim sa i takon vendit ton, duke patur parasysh konfliktin në lindjen e mesme? Shiko, këtu janë dy probleme. Këtu është opozita e Iranit, që është strehuar në Shqipëri. Dhe ka shumë, dhe me thënë shumë fjalë që edhe e kanë thënë vetë ato të Iranit, do të thënë Irani që është një shtet i vogël, kështu edhe këtej, dhe me thënë ka folë shumë për Shqipërinë. Edhe ata kanë ndërhyrë, edhe para 2 viteve, dhe me thënë, kanë ndërhyrë në Shqipëri, edhe tani, thonë Bashkinë e Tiranës, kanë hyrë në rrjetin kompjuterik. Dhe mirë, po këtu mendojnë ka edhe një problem nga qytetarët, sepse i kanë parë shumë në rrjetet sociale që një pjesë e mirë japin drejt Iranit. Dhe me thënë, jo Amerika kështu, jo, dhe me thënë, çuditem që as vetë ata, as vetë mren në Iran, nuk e përkrajnë qeverisjen e sotme. Ajo është një qeveri diktatoriale. Mirë, po nuk është marrë, as Shtetet e Bashkuara nuk janë marrë me ta. Thjesht ata janë marrë për punën që këto mos prodhojnë bombën atomike. Kurse për Shqipërinë ata s'kan asgjë që na bëjnë ne. Thjesht këto janë probleme që ata i kanë në rrjetet sociale, por ne nuk kanë çfarë na bëjnë, sepse ne jena një vend demokratik dhe opozita e Iranit është e përcaktuar atje, ku është me të gjitha rregullat ndërkombëtare, edhe ata janë aty. Nëse nesër do të ketë një përmirësim regjimi, atëherë ata edhe opozita që është do kthehet atje dhe do vazhdojnë procesin demokratik të vendit tyre. Por që unë nuk shoh asnjë mundësi që ata, po themi, pra nuk keni parë asnjë lloj kërcënimi të mundshëm për Shqipërinë. Për Shqipërinë nuk ka asnjë lloj kërcënimi. Ata që se unë kam dëgjuar analistë, ata kapen nga çështjet fetare. Janë disa që flasin se Kodra Mazbregut, një kohë kur nuk ka asnjë rrezik Shqipëria. Pse kujton e dinë ata se unë e kam thënë disa herë, NATO-ja është organizata numër 1 në botë. E shikoni ju që kush mundet, Rusi, Kina, po India, po kushdo mund t'ja bëjnë 2 Shtetet e Bashkuara? Si kujton, se mendojnë ata se nëse do të hanë me Shtetet e Bashkuara, nuk mundet kur askush. Vetmi organizëm që drejton këtë botë është NATO. Dhe prandaj edhe dje që ishte samiti ku mori pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë, aty do të rritet buxheti që të gjithë shtetet të kontribuojnë për të patur një NATO më të fuqishëm se ç'është sot. Kështu që unë nuk i druam kërcënimet atyre. As Shqipëria s'ka asnjë lloj rreziku. E qartë, duke qenë se përmendëm NATO-n dhe nevojën për fuqizimin e NATO-s, dua të sjell në kujtesë një deklaratë të Mark Rutte, një deklaratë pa korve më herët, duke qenë se kemi të gjitha këto zhvillime, të cilat kanë të bëjnë me tensione kudo në përbot, është momenti që të fuqizojmë dhe nuk kemi më se çfarë të bëjmë. Shqipëria, si qëndron e pozicionuar në të gjithë këtë politikën e fuqizimit të NATO-s, ushtarakisht flas? Shqipëria është në rrugën e duhur për këtë punë. Herë pat 2% që e kaloi shteti, domethënë, për NATO-n. Dhe Shqipëria është në të gjitha kushtet që ka kërkuar NATO. Është një vend strategjik që e dinë të gjithë dhe Shqipëria ka potenciale mjaft, se më thonë, nuk po them që ka ushtrinë e kohës, sa ajo nuk ishte. Domethënë, por ama ka një gjë që derisa ti je antar i NATO-s, do të thotë që çdo shtet që kërcënohet në këtë union është NATO-ja që, por përveç asaj, shtetet janë duke fuqizuar edhe vetë me blerë armatimi, edhe Shqipëria do prodhoj armatim, me çfarë unë nuk jam në pushtet, por që unë i studioj e i shoh gjitha lajmet e gjitha angazhimet që ka, edhe Shqipëria do prodhoj armë. Pra do të thotë që Shqipëria është e para që e ka përkrahur, do të thonë, si më thonë, pa bërë politikë, se unë nuk jam në qeveri që të mërë qeverinë. Absolutisht. Por që unë do të them që është shumë e rëndësishme që Shqipëria do të ketë, si më thonë, fabrikën e vetë të armëve, natyrisht e lidhur kjo edhe
brenda kuadrit NATO-s edhe Me partnerët e vet. Partnerët që ka, domethënë interesat që ka shteti shqiptar, por që ne jemi të mbrojtur nga të gjitha anët dhe s'do të ketë frikë asnjë qytetar për këtë punë. Fare, sepse thonë ata se i kam lexuar portalet. Shqipëria është kështu, Shqipëria dhe nxjerrin presidentin që është komandanti i përgjithshëm i forcave armatore me një kapele hekuri me kështu. Ata janë personat që ju jepet e drejta me fol në rrjetin social, me shkruaj gjithçka në rrjetet sociale dhe mirë po nuk mund të ulin atë imazhin që ka Shqipëria sot për sot, si më thonë në botë. Shqipëria sot ka imazhin më të mirë që ka pas ndonjëherë. Pse? Sepse po ta them që unë kam pas gjithmonë, domethënë kur kam qenë në parlament, kam folë drejtën. Mirë po, ai që flet drejtën kuptohet që nuk bën mirë se palës tjetër nuk i vjen mirë. Mirë po. Në qoftë se të gjithë kryeministrat të Shqipërisë kanë pasur një mënyrë të drejtuari, po themi këtu, edhe ka qenë zoti Meksi, për shembull, një personalitet i kohës, ose Karl Nano, secili ato kanë pas, si më thon, një mundësi, domethënë, për me vizion kombëtar më shumë zhvillimin e vendit. Kur ka zoti Berisha kishte një vizion kombëtar rural, që shtroi gjitha rrugët, një pjesë të fshatrave të Shqipërisë. Kur ka zoti Rama ka një nivel, domethënë, ka një vizion kombëtar e ndërkombëtar. Pse mund të thoni ju? E them sepse është gjithë Europa ka këtu. Gjithë liderët, një kohë kur ne na shikonin, si më thënë, me sy tjetër, sot kanë ardhur të gjithë liderët, po themi, edhe botëror mund të them këtu, dhe janë bërë disa samite ku vinin ndonjëherë, sepse ka një gjë. Pra zoti Rama i është të fokusuar politikës ndërkombëtare dhe njohjes së Shqipërisë për atë që është. Po, jo vetëm ndërkombëtare, domethënë sepse është një çështje. Absolutisht, po. Kupton? Por për vendin ku ndodhet Shqipëria sot, për shembull, që don të pranohet në Bashkimin Evropian, është thelbësore që duhet që drejtuesit, udhëheqësit apo krejt e bashkimit, e gjitha shtetet e Bashkimit Evropian t'i kesh afër. Dhe Rama këtë e ka arritur. Nëse do të jetë kjo që në 2027 mbaron negociatat, mbarojnë kapitujt dhe në 2030 Shqipëria është anëtare e Bashkimit Evropian, kjo është shumë e rëndësishme për shtetin shqiptar dhe për shqiptarët. Sepse ti e din mirë, ti e çuniri, po ne që kemi shku jashtë, për shembull edhe për takime, pune, ne na shifshin me sy tjetër, ndryshe Shqipëria sot është ndryshe, shikohet ndryshe. Por mos harro se një vend do të zhvillohet menjëherë derisa sepse opozit gjithkund hahen me njëra tjetrën. Absolutisht. Se nuk i bin dakord. Por ama edhe ky është zhvillim. Kur ka arritur që a kupton që edhe opozita e merr veten, edhe qeveria vazhdon me planin e vet, do të thotë që nuk ka regres, por ka progres. E qartë. Ndalemi pak tek politika e brendshme në Shqipëri, zoti Shtjefni, si një person i cili e njihni mirë politikën. Çfarë prodhuan zgjedhjet parlamentare të 11 majit, zoti Shtjefni, me të gjitha debatet, me të gjitha polemikat, me të gjitha akuzat ndaj qeverisë dhe jo vetëm, kandidatë të cilët kanë filluar po zihen në shtëpitë e tyre, kandidatë të cilët kanë filluar të ngrenë akuza ndaj kolegëve të tyre dhe gjithçka tjetër. Të paktën kjo është një panoramë asaj se çfarë kemi parë dhe se çfarë ka prodhuar parlamentarët e 11 majit. Po shumë e drejtë. Unë jam kryetari i Partisë Sociale Shqipërisë, ish deputet, por natyrisht kur kam shkuar në parlament kam pas që kam kaluar Partia Sociale Shqipërisë, pra deputet i Partisë Sociale Shqipërisë, pavarësisht se ne shkuam si deputet PD-s. Pra ndesha ta sqaroj. Unë kam qenë antar i koalicionit Aleanca e Shqipërisë Mallshtare, që drejtohej nga zoti Berisha. Po. Dhe 3 javë para zgjedhjeve, që do t'ja u them këtë, ju keni bërë një lëvizje. Kam bërë një lëvizje, kam vënë dorëheqjen. Ajo. Mund të thoni ju pse edhe dorëheqjen? Edhe është dorëheqjen sepse nuk funksionon asgjë. Të me thonë, unë kryetari i partisë nuk ftohem e lam ne atje që do të jemi listën e hapur, jo të mbyllur. Jam unë që më bashkëpunëtor i afërt i tyre, ata kanë njerëz të vet. Por një kryetar partie do të jetë listë hapur. E para,
E para se njifet, jo ka vrarë veshi si s'ta ka vrarë tyre për shembull, që kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë apo tjetër kryetar të partive politike. Dhe e dyta u bë hapja fushatës, nuk na thirri fare. Jo vetëm mua, po një 10 kolegë ndoshta. Prap bon ndërti nuk më thirri. Unë nuk jam numër topi që të luash ti me mua. Unë kam thirrë djalin që ishte në KQZ që mulon partinë, Ora të Shqipërisë, i kam vënë shkresën përpara, i thash shko dorëzoj, largohem përfundimisht nga këto zgjedhje, nga ky koalicion. Sepse ishte një koalicion fantazëm, e para, e dyta, Partia Demokratike nuk u përqendrua fare te qytetarët. Aty ku jetoj unë në Tiranë, prej viteve, nuk erdhi kush më thon ku i voto filanin ose voto këtë, voto atë. Dhe unë e pash që me këta njerëz nuk bëhen kurrë. Dhe kjo parti nuk vjen në pushtet me këtë lloj forme. Ti don partit me i pas 25, a 26, po kryetarët e partive nuk i don. Mund të thush ti që kryetarin e partisë zbadhet kombëtar të mos jetë në listë, që ka 20 vjet që e njohin qytetarët nga jugu në veri etj. Kryetarin e partie tjetër mos jetë në listën e vetaj, po thot po fus filanin. Kryetarin e Partisë Ora Shqipërisë sido që qoftë, edhe unë kam dhënë eksperiencën time që në 2015 kam rrezulli se inda kam vënë kryetarin e Bashkisë të PD-s me 4300 votat e mia. Tani unë e kam aq sa që ti nuk më qun mu, ti jo që s'më qun, po ti s'më don të shuash politikisht mua, mos më shkon dot, sepse unë jam kryetari i Partisë Ora Shqipërisë që në 2007 që e kam themeluar duke qenë ti kryeministër. Pra e kam themeluar unë përsëri kam bashkëpunuar me PD-n. Kur s'kam qenë me të majtën. Asnjëherë, asnjë drejtim nuk kam bërë me të majtën. Të majtën e njohë vetëm kur isha në parlament, e pash, i njohë disa deputet që ishin të mirë me integritet të madh. Tani dalim te numërimi tek zgjedhjet përgjithësi. Unë e disha mirat punë si do vej puna, dhe si do jetë rezultati. Dhe e kam thënë edhe në një stacion tjetër televiziv. Ajo parti apo koalicion që i fut duart në reformën drejtësi, ajo do të rrëzohet nga shqiptarët me 11 maj. E kam thënë 3 javë apo 4 javë parazi. Pra që e kam përcaktuar mirë se shqiptarët i kishin dhënë reformës në drejtësi, i kishin dhënë një mesatare të mirë. Sepse reformën e drejtësi unë kam qenë dhe te kam votuar reformën e drejtësi. Pse? E kam votuar se ishte vetmja mënyrë që ata që janë pushtet dhe shkelin ligjin, ata po shtonin pasuritë. Dhe kur jenë pushtet dhe ke shkel ligjin të shkosh në vendin një lloj si qytetar e tjerë. Dhe mendoj se kjo ja ka arritur një pjesë, pavarësisht se unë kam edhe unë ato rezervat e mia për reformën e drejtësisë, sepse nëse merr spaku ti, spaku nuk është reforma e drejtësisë, është një segment i reformës së drejtësisë, pra do të ecin gjithë paralel. Dhe tani që të mos zgjatem, rinumërimi e kupton çfarë do të thotë që në një kohë dikur bëhej nëmi me hap kutit. Qofse man mend, në bë greva urie çfarë janë bë dhe nuk hapshin kutit. Tani ti hapi kasi 3 me 1, 2 kep identi sepse hapen kutit për Tiranën, Fierin, Durrësin, me sa kam informacion, dhe kur vjen puna kanë filluar 5 vota këtu, 6 vota atje. I kanë marrë votat njëri tjetrit ose kanë shtuar votat. Partia Demokratike mban vendin e parë për qarkun e Tiranës, flas qarkun i cili është duke u rinumëruar aktualisht për votat të pamerituara. Një deklaratë e zotit Berisha thotë që procesi i rinumërimit është kërkesë e kandidatëve dhe nuk ka të bëjë pakt me subjektin politik. Përse zoti Berisha në këto momente nuk mbron kandidatët e vet? Përse duhet të jenë kandidatët ata të cilët duhet të shfaqen atje tek rinumërimi dhe mos jetë vetë subjekti politik duke i mbrojtur? Në momentin kur themi që kemi një farsë elektorale, na kanë vjedhur votat, atëherë pse distancohesh pikërisht në këto momente? Tani, këto aty ka pasi problem, se në kasë edhe PD-ja ka 20 vet, ka antartë. Absolutisht, po. Kasit. Dhe kur bëhet një kërkesë, po themi për rinumërim, duhet bëhet nga Partia Demokratike. Ata s'kan pas orientim vetë kandidatët, dhe kandidatët duke u marrë me llafe që po themi këta të kanë shtu voti, kanë marrë ty, ja kanë dhënë tjetrit, brenda llojit, kupton? Domethënë ka ndodhur kjo punë dhe Berisha e shikon që aty tani nuk ka më vota, kupton? Nuk po prodhohet mandat. Edhe thotë që nuk ka qenë kërkesa e BDS. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Që ti
ti hap kutit ty në mes Tiranës, kupton, që ka qenë të merë, ti hap kutit dhe ty dalin, prapse, kjo tregon që nuk janë fut duart në proces, por nuk është se si më kanë prodhu mandat. Kjo është detyrë e numërusëve atje, e komisionerëve aty, që do të marrin përgjegjësi sipas ligjit. Se s'mundesh ti, se s'jen mall babës ti, që të futesh duart ti tek votat tuaja me kalo mua, apo të tjetrit e tjetrit. Pra kjo është absurde të mendosh, por ama është një gjë shumë e mirë që janë hap kutit. Kutit u hapën pa bujë. Fare. Edhe kjo është merit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që menjëherë i lejoj ata, pse, për të pastruar procesin. Sepse nesër nëse nuk do hapeshin ata, do bëj nami këtu, do thoj që këta kanë bërë namin, shiko, kanë me deputet. Kjo është minus për Partinë Demokratike, zoti Shtefni? Si minus? Ky proces. Po ka qenë minus që kur ka hyrë, sepse ti s'hyn me fitu. Ti ke bërë një listë atje që si njeh kush. Ke bërë një listë si njeh njëri. Ca të Sorosit, ca njerëz pa lidhje, kuj kanë gjetë, vend kryetarin e partisë atje më. Unë përveç se kisha votat si parti do mesha, kisha dhe organizatën që do fuqa shumë njerëz atje të më ndihmonin që të marrësh X vota. X vota. Unë s'dua si gjë pa merit. As një vetë pune, ose kudo unë i kam marrë punët edhe në të shkuarën, i kam marrë se kam qenë në kryetari i Bashkisë Kampës, kam qenë në drejtori i qytetit studenti, i kam marrë me aftësitë e mia dhe me njohjet që më kanë njohur njerëzit. Jam në 2 pyetjet e fundit, zoti Shtefni. Si do të konsideronit apo përkufizonit të gjithë këtë proces, si del Partia Demokratike nga ky proces dhe si e sheh Partinë Demokratike në legjislaturën e re përballë 83 mandateve të Partisë Socialiste? E para është unë e kam parë që në fillim që këta nuk i fitojnë zgjedhjet. E djatha. E kam ditë mirë. Zoti Rama, Partia Socialiste kishte gjithë ato, do të thonë, gjitha pushtetet, sepse ti mirë që le mandatet në të kohën parlament, po ti le pushtetin vendor. Pushteti vendor është shumë i rëndësishëm kur ke një kryetar bashkie tani. Ke një kryetar bashkie që punson gjithë djathtot e tjerë. Do të thonë, ata kanë ikur nga vota, nuk i kanë votat. Edhe nesër të bëhen zgjedhjet e pjesshme, për shembull në Tiranë, është vështirë se nuk e fiton dot PD-ja. Nuk lehen eksponent kryesor që i keti. Për shembull, ja po të marrë shembull, a mund të lehesh ti Dash Sulen jashtë. Një personalitet, një jurist i shkëlqyeshëm, po ai ka dhe me thonë edhe është vetë njëri që do të bëj ndër qytetarëve, do të thonë atje janë jashtë. Ishte humbje për qarkun e Elbasanit. Absolutisht. Jo, po ke humbje tjetër, po të them mund të për shembull Muslim Morrizin, mund ta lësh jashtë. Ti thua se kupton, ço atje, ai ka marrë vota pa ndimin askujt veç me njohjet e me atë që ka, është personalitet. Nuk mund të, pra janë shumë veta që kanë met jashtë. Mirë po që nuk e fiton, shiko. Unë të thash, kam qenë personi që unë nuk kam punu me të majtën kur, por ama Partia Demokratike nuk jam unë ai që vendos a ikën Berisha, s'ikën. Berisha është në pushtet, Berisha ka 50 deputet. I ka kupton, për të bërë një opozitë solide, do të thonë kur vin puna. Por pushtet jo. Për demokratët nuk ka pushtet. Dhe nuk dihet kur i ka. Sepse po vinë zgjedhjet vendore, mos 2 vjeç janë zgjedhjet vendore. Do jenë zgjedhjet e pjesshme tani disa, dhe është shumë e vështirë po s'u riorganizu PD-ja, po s'mori tana partitë e djathta dhe t'i vlerësojnë, jo t'i marrin si ushtar. Nuk fiton e djathta. Unë thash, unë kam as i tagër me po themi me lavdru punën e qeverisë, sepse nuk jam i asaj fushë. Unë jam politik, do t'jem politik, por që vështirë, unë i kam edhe nga kolegët e mi, që rri me ta, më thonë është shumë e vështirë, e para se nuk na duan aty. Të shohin sikur ti je armik. Jo më të dhanë detyra, me të dhanë vende, me të çunë në parlament ata. Ne kemi shku vetë në parlament, nuk kemi shku me atë, sepse në atë kohë ne mbrojtëm shtetin, mos vëlon shtetin, si donin me coptu shtetin. Dham kontributin tonë, po kjo reformë drejtësi që kemi bërë ne dhe që kemi votuar ne, ka pasur një efekt të jashtëzakonshëm. Edhe është një nga pikat
nëse Shqipëria do të pranohet në Bashkimin Evropian si antare, është pikërisht reforma drejtësisë që ka dhënë efektet e veta. E qartë. Të falenderoj shumë, zoti Shtjefni, ishte kënaqësi të kishë sot në studio dhe të flisim se kon disa prej zhvillimeve kryesore jo vetëm në botë, por edhe në vendin tonë. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe për të jetë, faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.